Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirëmbrëma të gjithë shqiptarëve kudo që na ndjekin në kënd botës. Të gjithë ju që jeni të interesuar në lidhje me historinë e Luigi Shkollës. Sonte ne sërish të kemi të ftuar në studio fëmijët e tij, vajzën dhe djalin, bashkëshorten. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe dëshironi të dini se çfarë kemi bërë në lidhje me këtë histori, a kemi arritur më në fund të kontaktojmë me Luigjin. Qëndroni me ne sepse sonte do t'ju tregojmë hollësisht se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave. Gjithashtu dua t'ju them se nata e sotme do t'jetë një natë e gjatë, kërkimesh, verifikimesh, investigimesh, do t'kemi surpriza në studio, prandaj kam besimin dhe shpresën se ju do të mbështesni emisionin ton duke telefonuar dhe duke dhënë informacione edhe këtë natë. Do doja të gjithë së bashku të ndishim edhe një herë historinë e Luigi Shkollës, si ka humbur kontakte me familjarë dhe me një herë kthehemi në studio për t'ju thënë se cilat kanë qenë veprimet tona gjatë gjithë kësaj jave dhe lidhjen që do të kemi me Anglinë dhe pikërisht me korespondentin ton aty Esat Braçe. Ndjekim kronikën e Luigi Shkollës dhe kthehemi më njëherë në studio. Këta dy fëmijë quhen Maringlen dhe Migena, 20 dhe 17 vjeç. Janë pjesëtar të një familje të madhe dhe jeta e tyre është pothuajse normale me nënën e tyre Lindita. Të lindur në Adriatik të Laçit, në zonën e quajtur Dukagjini i Ri, familja Kolaj prej disa vitesh është vendosur në një lagje të kryeqytetit. Emisioni Njerëz të humbur ju përgjigj thirrjes për ndihmë të zonjës Lindita, e cila dëshpërimisht kërkon bashkëshortin e saj, Luigi Kolaj, i humbur 14 vite më parë. Unë jam Lindita Kolaj, jam e martume, kam 2 fëmijë, kam për burr Luigi Shkollën, jena martume në Adriatik. Ai ka që ka ik 14 vjetë, si se kena pa më së, 4 vjetë ka që ka humbur lidhjen. Si shumë shqiptarë të tjerë, Luigi emigroi jashtë vendit me shpresën se do të krijonte një të ardhme më të mirë, gjë të cilën duket se e gjeti pas shumë peripecish në Greqi, në Itali e së fundmi në Angli. Nga Shqipnia me gomunën, ose atëhera Shqipaken, ka dalë në Itali, ka nejtë 3 muaj në Itali, për në Itali, ka shkuar në Angli. Na mori telefon, filloi punë, qote. Ishim shumë një fliqim në telefon, jo sa të baj letra do të marrë, ka kënë shumë i dashtë, bile si për mua, si për vllazën të vetë, si për fëmin, a i flitë të telefon, nuk dishim që të thoshim njëri tjetrit. Por kontaktet e rregullta që kryente me familjen nga zona e Kentit në Angli nuk ishin të mjaftueshme. Fëmijët po rriteshin me një baba i cili ishte i pranishëm veçse nëpërmjet telefonit dhe fotove të shumta që dërgonte me postë. Disa certifikata trajnimi në kurse kualifikimit të ndryshme tregonin se Luigi Kolaj ishte një person i rregullt në Britani, por kjo jo për shumë kohë. Diçka serioze po ndodhte në jetën e tij, pasi askush nuk di se si t'i justifikoj veprime që po kryente pak muaj përpara se të humbiste. Një mesazh i mbërritur në celularin e Luljetës lajmëronte se vet Luigi priste një lajm të hidhur. Qoj një mesazh, edhe sarë që unë edhe 5 muaj jetë kam. E mori bile hapi djali mesazhin, ajo troni, pa mas. Ka nejtë edhe 7 muaj mrapa, se nuk ka kontaktu dhe u bëm marak, mrapa ndoli se jam i kapun. Me sa duket alarmi se ati kishte mbetur edhe pak muaj jetë, ishte i pavërtet. 7 prilli i vitit 2007 pushtoi përfundimisht mendjen dhe zemrat e familjes Kolaj. Luigi nuk përgjigj më nga ana tjetër e receptorit. Fjala e fundit ka qenë që tha jam i kapun edhe do kthehem për Shqipni. Ka qenë telefonata e fundit edhe ka kërku vllahën e vogël në telefon. Kjo dhe unë se kam një gjëzani ma.
Ti numërosh me fjalë është e lehtë, por ti përjetosh në shpirt 14 vitet e mungesës së njeriu të dashur është më shumë se e dhimbshme për pjesëtarët e familjes së Luigi Colaj, që më tepër se kushdo e vuan bashkëshortet dhe 2 fëmijët, që sot janë rritur, aq sa babai i tyre vështirë t'i njoh, aq të vegjël i la. Që ai t'jetë gjallë në rrallë parë. Të presim që flasim me ta dhe edhe ato vetat edhe na. Janë 14 vjetë që ka ikë që janë larguar. Pra të nderuar miq, kjo ishte historia e Luigi Colës, thirrja që i bëjnë familjarët, thjesht kryesori është jetë gjallë. Unë dua t'ju them se korrespondenti jonë në Londër, Esat Braçe, gjatë gjithë kësaj javës, duke marrë parasysh të gjitha informacionet që erdhën në emisionin tonë javën e kaluar, por dhe në zhvillimin e gjithë javës, duke marrë parasysh të gjitha këto telefonata, informacione, ka bërë kërkimet e tij në Londër. Momentin e fundit të emisionit ka pas një telefonat shumë të rëndësishme nga Esati, i cili na ka treguar se po, ky person është vërtet Luigi, megjithatë kjo është pasuar gjatë ditëve në vazhdim dhe nga kërkimet që ata kanë bërë. Gjithsesi do të ishte mirë që ne të bënim një lidhje pra direkte me web kamera në sonte me Esat Braçen nga Londra, për të marrë vesh se ku jemi për momentin me historinë e Luigi Colës. Atëherë, Esat, jemi këtu gjithank dhe në pritje të atyre që ti do të na thuash, pra për sa i përket informacioneve që vinë nga Londra në lidhje me Luigi Colën. Ka pas shumë telefonata, apo jo gjatë javës së kaluar, ka pas informacione dhe flitet se ky person jeton vërtet në Londër. Gjatë kërkimeve që ju keni bërë, Esat, çfarë kemi zbuluar për momentin? Po Ida, kemi punu gjatë, kemi marrë informacione që javën e kaluar, gjithashtu gjatë gjithë javës kemi marrë informacione për Luigi Colën. Bëjnë fjalë se jeton në Londër pranë aeroportit Heathrow. Po? Këtu në Londër. Kemi gjatë gjithë javës kemi kërkuar, jemi munduar për të gjetur shtëpinë, për të pasur një kontakt për gjithë shoqërinë e Luigi Colës, kush njihet me Luigi Colën, me kë shoqërohet Luigi Cola. Dhe sot gjatë ditë sot me kemi arritur që Luigi Cola pra të bëhen të gjallë në Londër dhe me të vërtetë u bëhen gjallë në fal gjithë atyre të cilët na ndihmuan sot për ta gjetur. Esat, je duke na thënë se më në fund kur thua është bëri gjallë, ti vetë personalisht ke folur, e ke takuar Luigin? Po, Aida, unë kam nejë sët 1 orë me Luigi Colën. Shumë lajmi mirë, Esat, është lajmi mirë sepse Luigi Cola nga viti 2007, jemi në 2011, pra ka 4 vjetë që nuk ka kontaktuar me familjen, por ka qenë një telefonat ose më mirë një mesazh që fatkeqësisht e ka parë për herë të parë djalitiku i ka thënë se dhe 5 muaj jetë kam. Më tej ka telefonuar mbas 5 muajsh, rreth 7 muajsh, por gjithsesi kjo ka qenë telefonata e fundit dhe atë që kanë pas frikë familjarët ka qenë është shëndoshë e mirë apo jo? Kryesorja është që ai është. Gjatë ditës sotme, unë së bashku me një familjar të zonjës Lindita, me Paulin Strugen, gjithashtu nusën e tij, kemi udhëtuar sot për 3 orë për të shkuar te shtëpia Luigi Colës, ku jemi pritur nga disa bashkëdhëtar, disa shqiptara që na kanë pritur, ku duhet i falenderoj të gjithë për zemërsisht, megjithse ishte darkë, ishte vonë, temperaturat e ulta këtu në Londër, të gjithë kanë ardhur, kemi shkuar së bashku te shtëpia Luigi Colës, unë kam nejë 1 orë me Luigi Colën, kam biseduar me te bile, kam bërë dhe fotografi me Luigi Colën. Atëre, i kemi fotot, ke bërë dhe fotografi. Po, Aida. Ky është lajm shumë i mirë. Ndërkohë që më thonë se në këto momente kanë ardhur dhe fotot, regjia. Atëre, ja ku e kemi Luigin së bashku me Esatin. Esat, keni bërë një punë shumë të mirë, ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Ty në veçanti dhe gjithë grupin e emigrantëve shqiptarë që të kanë ndihmuar. Mirë ishte me shëndet. Aida, Luigi është shumë mirë me shëndet, këse po disa probleme të tija, të cilat ai do t'i diskutojnë me familjarët e vetë. I tregove për fëmijët që ishin rritur? I tregova për fëmijët, kemi biseduar 1 orë, kemi biseduar u mërzit. Sinqerisht u mërzit jashtëzakonisht shumë, u mërzit për fëmijët, por problemet e tija, cilat familjarët do t'i diskutojnë vetë me Luigin. Ato do zgjidhen dal nga dal. Kryesorja është që ai të flasin me... Luigi Cola është nëse mirë, në udhët në Londër, adresën e shtëpisë e kemi, numrin e telefonit e kemi, dhe ai do të kontaktojnë me
familjen e vetë nështë edhe sonte. Këtë shpresojmë, ne duam që ai të flasi me fëmijët të paktën. Ka 4 vjetë që nuk ka folur me ta, djali është bërë burr, është bërë 19 vjeç, i ka vënë shpatullat shtëpisë, së bashku me nënën e tij dhe unë jam e bindur që kur ai të flasë dhe të shikojë të birin dhe vajzën, do të jetë krenar vërtet për ta. Dhe këtu dua të përshëndes dhe të falenderoj dhe zonjën Lindita, e cila i ka rritur fëmijët e vetme me shumë sakrifica, megjithatë ja ke dalë, apo jo Lindita? Personalisht stafin tuaj, e sa të braçën që nëllët sëndën Lëndër, për gjetjen e tina, inshallah. Shpresojmë që gjatë natës së sotme ne të flasim fëmijët, të flasin telefon. Edhe juve. Faleminderit shumë. Kryesorja është që shëndoshe mirë dhe është gjallë. Ilmi Cani, 30 vjeçari nga Zaldarda e Dibrës, ka shkëputur çdo lidhje me familjen e tij që prej datës 3 maj 2011 nga Belgjika. Zhduke e papritur e tij ka lënë një shije të hidhur tek të afërmit, të cilët mundohen që në rrjedhë kronologjike të marrin në analizë lëvizjet e tij për të kuptuar këtë largim të mistershëm. Ai kishte rreth 8 vite që kishte emigruar nga Greqia drejt Belgjikës dhe fillimisht kishte kërkuar azil, e drejtë e cila u dha për ta shfrytzuar për rreth 2 vjet në komunën Lanaken, provincë e Limburgut. Më pas një shtetas belg, i quajtur Roni, e ka strehuar në shtëpinë e tij derisa Ilmiu të merrte dokumenta të plota. Si gjithë shqiptarët në vend të huaj, edhe Ilmiu përpiqej të siguronte jetesën nëpërmjet punëve që mund t'i ofroheshin. Gjithçka kishte vijuar normalisht, deri në momentin kur Ilmiu u largua nga shtëpia e tij pa lënë asnjë mesazh. Shokët e tij kishin ndiqur që telefononin dhe nuk arrinin të kontaktonin me të. Në shtëpinë e pronarit ku kishte qëndruar, policia ka mbërritur me njëherë duke kontrolluar çdo cep të banesës. Aty janë gjetur vetëm disa sende dhe fotografi të Ilmiut. Janë marrë në pyetje rreth 100 persona të cilët e kanë njohur 30 vjeçarin, por nga të gjitha këto nuk është arritur të zbulohet asnjë informacion konkret apo vendodhje mundshme e të riut Dibran. Mësohet se Ilmiu ka patur edhe një identitet të dytë me emrin Hasan Cara. Mediat belge janë përgjigjur me një sensibilizim të jashtëzakonshëm kërkimeve të policisë vendase, duke transmetuar foton dhe të dhënat e djalit shqiptar në edicionet e lajmeve në televizion, por edhe në faqet e gazetave në internet. Nga ana tjetër, autoritetet vendase kanë kryer një sër kërkimesh në disa lumej për të hequr dyshimet se mbasa ai mund të ishte mbytur në njërin prej tyre. Nga të gjitha kontrollet e kryera nuk është konstatuar asnjë e re për fatin e Ilmit Canit. Gjithashtu, bashkëpunëtorët e emisionit analog me njerëz të humbur në Holland, Vermist, kanë publikuar historinë të riut shqiptar në faqen e tyre zyrtare në internet, por pa asnjë rezultat konkret deri në këto momente. Cila mund të jetë arsye për të cilën është folur kaq shumë në mediat e huaja? Çfarë mund të fshihet pas gjithë këtyre kërkimeve nga forcat të shumta të policisë? Megjithatë, ka shumë shqiptar të cilët e kanë njohur personalisht Ilmiun dhe një prej dëshmive të dhëna në njerëz të humbur vjen nga një emigrant i cili flet për periudhën prill-maj 2011 në Op Krimbje. 5 kilometra ka jetu për shtëpisë teme sonë. Ai ka jetu te familje belge, edhe ky i zoti shtëpis ka punu me kuaj. Ju ka hu patkojt kuarve. Edhe e kam taku gati që jenë javë në autobus. Me që kam marrë vesh unë, policia ka me që kontrolu 2 ditë aty të shtëpia ti zoti shtëpis. Nëse të gjitha këto lajme janë të vërteta, përse Ilmiu nuk dëshiron të flasë me familjen? A ka mundësi që krahas angazhimit maksimal të policisë dhe mediave të shumta, Ilmi Cani të vazhdoj ende të fshihet në Belgjik? Të gjitha këto pyetje presin të marrin një përgjigje sa më parë.